Ndoshta për produkte specifike, ato më kryesore që ne konsumojmë, ndoshta mund t'japim disa këshilla praktike se si ne konsumatorët mund të dallojmë atë mishin e freskët që nga ngjyra apo çfarë trukesh të tjera mund të kemi ne në kujdesin ton për ta përzgjedhur mishin. Që fileton e pulës, se qarkullonte një video në rrjetet sociale ku një fileto më e hapur, një fileto më roz, që kishte një ngjyrë më të theksuar, cila është më këtu të zgjedhim, cila është më Kjo është tamam pjetje për gjitha, për shembull, nëse kemi pulën të futur në frigorifere në këto supermerkatot që kemi pulë të tërur, ajo detyrimisht duhet të ketë temperaturën 3 deri në 4 gradë. Nëse kjo temperaturë ka kaluar, atëherë po ti vësh gishtin, ajo ngelet aty me një ngjyrë të hirt. Edhe me njëherë kupton që ka këtu nuk është shojtur tamam. Okej, pra gropëza që krijohet kur ne e prekim, një shenjë dalluese. Një shenjë që dallon aty, edhe ngjyra vetë e hirt. Si duhet të jetë ngjyra? Duhet të jetë filetos duhet të jetë një ngjyrë kështu, afërsisht pavarësisht në portokalle, po një e hapur. Jo kështu e hirt. Se po që e hirt direkt, atëherë këtu ka fituar procesi proteolizës. Proteoliza do thotë zbutimi i proteinave deri në atë në aminoacide. Prandaj kjo është e rrezikshme nëse ka arritur aty. Dhe që duhet bërë në këtë rast? Në këtë rast, në këto supermerkatot, ose kudo që është kjo, duhet ketë sezbën teknologun që të shofi çfarë temperatura. Nëse temperatura janë ngritur, ka vajtur 8 gradë, 9 gradë, ai mbyllet më njëherë. Një nga detyrat që duhet ta shikoj është matë se e ka aty termometrin. Konsumatori shikon se do ketë kodin lot. Kodi lot e ka të shkruar pasaportën e vet. Ky prodhim e ka temperaturën kaq, ky e ka kaq, ky e ka kaq. Po ne nuk e shohim në këto vitrina. Nuk kemi parë vitrina që të kenë vendosur dhe prandaj nuk kemi dot në BE po si bëm këto. Edhe temperaturën në të cilën është ruajtur produkti. Kështu që do të thotë që ne marrim produkte që jemi të rrezikuar. Prandaj prodhimet tona nuk kanë lëvizje të lirë me jashtë. Të produkteve të mishit. Detyrimisht to pastaj çfarë do më sjellin në organizëm? Këto kryesor jashtë janë ato elmimet si ndodhi me ata studentët e mediut. Do të thënë, bakteriet veprojnë me shpejtësi të madhe. Temperaturat janë të larta, atëherë ato japin mirë stafilokokun, stafilokokun direkt në zorët e olla, edhe filloj me simptomat e shfaqjes. Po mishin e kuq, profesor, si mund ta dallojmë? Mishi i kuq njerëzit e thonë gjithë mos ha mish të kuq, mos ha mish. Mishi i kuq është mishi, veza dhe qumshi janë me vlerat më të larta ushqimore. Këto janë me vlerat më të larta. Do të thonë, këto kanë aminoacidet e pazvendësueshëm. Do të thotë aminoacidet që nuk i prodhon organizmi, po i do të gatshëm. Po. Dhe detyrimisht duhet të hamë. Patjetër, por sasia dhe cilësia e këtij mishi bën diferencën, a duhet ta konsumojmë apo jo. Nëse mishi është rritur pra në natyrë nga kafshë e rritur a duhet ta konsumojmë, por ka një normë të caktuar, 300 gram për shkak. Po. Jo më shumë. Ose qumshi, veza, të gjitha këto kanë norma të caktuara të konsumit për secilin organizëm që ka të caktuar, jo kështu. Për një organizëm normal. Detyrimisht ne duhet të hamë, për shembull themi ne buka sot, sa ham ditë. Para vitit 90 ne hanim 700 gram në ditë. Sot ham 300 gram, 250-300 gram. Mirë po, kalorit marrim të njëjtën kalori, 2500. Po si marrim? Duke ngrënë mish më shumë, duke ngrënë vezë më shumë, qumësh më shumë. Mirë po, këto janë me vlera më të larta ushqimore. Kjo zgjat jetën. Bën më të bukur njeriu, më të rregullt. Sepse merr këto që nuk i se kur themi aminoacide të pazvendësueshme, që nuk i bën organizmi, do të një nga këto të mungoj, është sipallati, i tullat dhe bie. Po. Tani tek mishi, të ndalemi pak tek përzgjedhja dhe ngjyra ose çfarë duhet të dallojë konsumatori kur e ble mishin, sepse të gjithë kanë frikë kur shkojnë në një dyqan mishi apo blejnë një mish të caktuar për ta përdorur, se ju thoni që konsumojeni mishin, por njerëzit kanë dyshime, kanë pikpyetjet e tyre për cilësinë e tij. Po, mishi njerëz që detyrimisht mishi po të jetë mish i freskët, nga lopët tona, ai duket mirë se është i skuqur direkt ka një ngjyrë kuqe, ka hemoglobina e vet, është origjinale. Dhe nëse këtë e lë për një kohë më të gjatë, atëherë ikën kjo ngjyrë kuqe dhe vjen një ngjyrë tjetër më e bezbet, më bilezën nxjerr si bëhet shumë e errët. Kështu që këto gjëra ju t'i shmangim. Dhe absolutisht mishi i therrur nuk duhet lënë në ambient më shumë se 2 orë. Detyrimisht do futur në 4 gradë. Në 4 gradë. Po e futin në 4 gradë
për 2 ditë, 3 ditë, rënë të mamaj. Se tani pse i fusim në 4 gradë të gjithë, pse i ullim temperaturën? Ne thamë në fillim dhe do të kemë... Në frigorifer, po në freskinë e frigoriferit, jo në ngrirje. Jo në ngrirje. Po pse e bëjmë këtë punë? E bëjmë se ne thonë në gjithë prodhimet, domatja, karota, speci, rushi, mishi, gjitha, kur shkëputen nga jeta e tyre, originale që... Vazhdon frimarja biologjike, quhet. Kjo frimarja biologjike, i thamë, është oksigeni ajrit, jo ditë proteinat, duke i shpërthyer në aminoacide, karbohidratet dhe gaz karbonik, ujë dhe nxehtësi, që e nxe produktin, edhe jep të tilla gjëra që edhe yndyrnat i zbërthen në aminoacide, në acidet yndyror. Pra, temperatura e lartë i dëmton tash, por detyra jonë e të gjithëve është të ngadalsojmë deri në fund. Po ngadalsojmë frymarrjen, atëherë jemi një ruajtje të mirë dhe me përgjegjësi. Por gjitha kanë një kohë të saktuar. Për shembull, vim mishi nga Meksika, do të bëjë pyetje pa diskutim. Ai do të ketë kaluar këto proceset e ngrirjes të thellë dhe të ruhet në -18 gradë. Në qoftë se ti e shikon që mishi ka çuar jarg, lëngshim, qeliza thyet dhe pra i lëngu që e shohim është lëngu qelizor që del. Në vitrinat e dyqaneve. Ata që marrin sidomos në port në Durrësit që vinë ky mish, atëherë do ta kontrollojnë menjëherë dhe të bëjnë analizat e tij. Nuk do ta lejmë ne që të konsumojmë atë lloj që ka kaluar këto procese të frymarrjes. Të kalojmë tek pjesa tjetër tani si konsumator, si janë visa, personat që e konsumojnë në përditshmërinë e tyre ose sa herë në javë. Pasi kemi nxjerrë nga ngrirja, profesor, mishin, si duhet ta shkrim atë? Edhe kjo është e njëjta gjë, është pyetje me vërtet që duhet ne ta kemi të qartë në kohë. Ai nuk duhet shkrirë me njëherë se marrin dhe e fusin në ujë të nxehtë. Në ujë të nxehtë. Është shumë gabim. Sepse aty direkt qeliza çahet dhe humbet vlerat ushqimore dhe detyrimisht duhet ta çojmë me radhë. Do të thënë nga ngrirja prapë në frigorifer në 4 gradë, detyrimisht. Pastaj nëse që do ta konsumosh, e lë dhe 2 orë të tjera në ambient, 2 orë, jo më shumë, që të shkrijë komplet, atëherë pastaj gatuhet. Por jo që ta futesh përsëri në ngrirje. Asnjëherë nuk duhet të ringrihet mishi? Jo, prandaj asnjë produkt nuk duhet të ringrihet? Prandaj është një rregull që nëse ne do marrim mishin ose çdo produkt tjetër dhe e kemi sasi të madhe, detyrimisht para se ta fusim në ngrirje duhet ta coptojmë sipas konsumit dobishditor për kryer që të mos kalojmë tek që tha. Dhe i nxjerr me radhë. Nëse i bën këtë punë, e nxjerr, e vën në 4 gradë dhe pastaj në 2 orë në ambient, kjo është detyra më e mirë që mund të bësh ti.